Përshëndetje. Të mos jesh në kohë në takime nuk është vetëm çështje zakoni apo sjellje. Shpesh është një reflektim i ndërlikuar i personalitetit, pasojave të mëparshme dhe sfidave psikologjike. Në një botë ku koha ka vlerë të madhe, mungesa e korrektësisë në orar mund të ndikojë në marrëdhëniet personale, reputacionin profesional dhe ndjenjen e vetbesimit. Por pse ndodh kjo sjellje dhe a mund të kapërcehet? Çfarë do të thotë të jesh jo korrekt në orar? Të jesh jo korrekt në orar nuk do të thotë vetëm se vonohesh një herë, por të kesh një model të përsëritur të vonesave, pavarësisht qëllimeve të mira apo ndjesës së fajit pas vonesave. Shumë persona e përjetojnë këtë si një vesë që nuk arrin ta kontrollojnë dhe pse janë të vetëdijshëm për pasojat. Një nga shkaqet kryesore është prokrastimi, prirja për të shtyrë gjërat. Kjo mund të vijë nga ankthi, perfeksionizmi apo dhe një ndjenjë e nënvlerësimit të kohës së nevojshme për të përfunduar një detyrë. Një person që mendon se përgatitja për një takim zgjat 10 minuta, por realisht i duhen 30, do të vonohet gjithmonë. E dyta është ankthi social dhe nënvlerësimi i vetvetes. Disa njerëz ndihen në ankth për takimet sociale. I druhen gjykimi dhe ndjenjës së pasigurisë në lidhje me pamjen, sjelljen ose temat që do të diskutohen. Si rezultat, shtyjnë momentin e shkuaris duke e vonuar në mënyrë të pavetdijshme. 3. Çrregullimet të vëmendjes si ADHD. Personat me ADHD, çrregullim të mungesës së vëmendjes dhe hiperaktivitetit, kanë vështirësi në ndarjen e kohës, përqendrim të zgjatur dhe planifikim. Kjo ndikon drejt për drejt në aftësinë për të qenë korrekt në orar. E katërta, përjetimi ndryshe i kohës. Jo të gjithë e përjetojnë kohën në të njëjtën mënyrë. Disa persona kanë një koncept më fleksibël për kohën dhe nuk e ndjejnë urgjencën që kanë të tjerët për të ndarë pikërisht dhe për të shkuar në një orar të caktuar. Kjo mund të vijë nga kultura familjare ose edhe nga përvoja personale. Në disa vende fleksibiliteti ndaj orarit është më i pranueshëm dhe nuk shihet si mungesë respekti. Pasojat e mungesës së korrektësisë në orar. Të mos jesh në kohë mund të sjellë prishje marrëdhëniesh personale për shkak të ndjenjës së mungesës së respektit, vështirësi në punë, sidomos në takime, afate dhe intervista, ndjenja fajësie dhe ulje të vetbesimit, perceptimi negativ nga të tjerët, i pandërgjeshëm apo e pandërgjeshme, i pakujdesshëm apo e pakujdesshme. A mund të kapërcehet kjo sjellje? Po. Dhe kjo kërkon vetëdije, përkushtim dhe ndonjëherë ndihmë profesionale, edhe ja disa strategji. E para, vëzhgimi i vetes dhe ndërgjegjësimi. Shkruani për disa ditë arsyet pse vononi. A janë teknike? Trafiku, ora që nuk bie, një orë e prishur flas, apo psikologjike, frikë, hezitim, mungesë përqendrimi? E ky vëzhgim ndihmon në identifikimin e modelit. E dyta është planifikimi më realist. Llogarit kohën e përgatitjes dhe shto gjithmonë 10-15 minuta ekstra. Është më mirë të arrish herët se sa të justifikosh. 3. Përdorimi i mjeteve digjitale. Alarme të shumëfishta, aplikacionet të menaxhimit të kohës, kalendar digjital, janë një ndihmë e madhe për kujdesjen dhe organizimin tonë. 4. Punë me një psikolog. Nëse vonesat kanë lidhje me ankthin, depresionin apo ADHD-n, terapia psikologjike dhe ose trajtimi mjekësor mund të ndihmojë shumë. 5. Ngritja e vetëdijes për pasojat. Bëni një listë të situatave që keni humbur për shkak të vonesave. Kjo mund të nxjisë ndryshimin. Dhe si përfundim, të mos jesh korrekt në orare nuk është gjithmonë një zgjidhje. Shpesh është pasojë e ndërlikimeve të brendshme psikologjike. Duke parë këtë sjellje jo si përcatësi, por si simptom të një përdorimi më të thellë, mund të ofrojmë më shumë mirëkuptim për ndihmë. Dhe lajmi i mirë, me përkushtim dhe mbështetjen e dur, kjo sjellje jo vetëm që mund të përmirësohet,
por mund të shndrohet në një pikë force personale. Miq, këto do të thosha në këtë video. Unë ju falenderoj për vëmendjen, nëse dëshironi mund të bëni dhe komentet tuaja, por mos harroni asnjëherë të bëni subscribe në kanalin tim për të marrë videot që hedh her pas here. Dhe në videon tjetër, mirë takofshi.